Përshëndetje nga dita numër 7, edhe të qaroj diçka se kam harruar t'ju them që jemi minus një ditë për arsye sepse atë ditë kur hodha unë videon nuk e pranonte YouTube, por që një dhe zërinë më tjetë shtirtin. Nuk e tip se nuk hidhesh video. Edhe hos ditën e nesërme, edhe pandemi gjithmonë jemi kështu tani një ditë mangut, jo se unë nuk kam xhiruar, por nuk e di se çfarë pati atë ditë në atë videon që kisha bërë me rrobat që kisha marrë nga Shein. Edhe prandaj u hodh. Edhe kur është hedhur në orën ora 2 natës, diçka e tillë është hedhur. Edhe prandaj, edhe tani e shikoni që do bëjmë gati, që jam kështu patyrë, domethënë, do bëjmë gati pak shpejt e shpejt, do bëj një make-up shumë minimalist të thjesht, sepse do dalim. Edhe ka pak të këtu s'tani kur bëj make-up më super pengojnë, janë rënduar si shumë të flokët e mi, dhe shikoni ka ngelur sërish gjysëm pa bërë. Përtoj shumë, nuk e di, nuk kam pasur fare kohë, domethënë që të merrem me flokët, edhe prandaj kanë ngelur kështu. Atëherë unë kam thonë për këtë BB cream që më super pëlqen, edhe sërish këtë po përdor, edhe të njëherë, edhe Matias që po mundoj të ndej, mbaj një bidon aty të kokanate për ujë, dhe po mundohet që ta marri. Pritja të regoj pak. Shikoni. Matias! S'po bën as fokus. O Matias! Që po mirë ti? Po mirë bidonin? Qa më i dëshurje ime? Edhe do t'kapja të bidonin atje se ka shumë fiksim. Edhe tani do dalim, do hamë në gjesin, do vejmë edhe nga Aqua Sapone. Besoj po është edhe kështu vap, nuk e di se mbrëm, nuk besoj t'jetë shumë vap, sot jo, se mbrëm rashi. Edhe prandaj nuk besoj t'jetë shumë vap. Nuk e di pse ky më rrjedh gjithmonë kështu, që është i mbyllur. Jo se më rrjedh në poshtë, rrjedh kështu aty tek kapaku vet. E çuditshme është, por fillojmë tani make-upin, edhe ndërkohë dhe flasim, edhe zbukurohemi. Atëherë unë tani domethënë këto vite që po xhiroj kështu për ditë, e di që nuk po marr, kur i thon 0, më 0 shikimesh, shumë gjë çuditshme, nuk e di se çka ka YouTube ime. Nuk më vin shikimet, nuk e di çka ka ndodhur. Por duhet që të bëj diçka që ta rregulloj, të bëj chatin, se unë s'para ja kam shumë iden, plus edhe përtoj dhe më thënë që s'futem më mirë e kam fix të chatit, edhe di që do m'japi diçka të saktë. Edhe gabimi tjetër i radhës që unë kam bërë në çdo video, si nuk e kam parë, mor, tu është çuditshme. Si nuk e kam parë. Më komenton një gocë dje, nuk do që t'i përmend emrin, edhe më thot që shiko se ke gabuar tek intro, unë kam vendosur ver 2027. Nuk e di domethënë, pas kam një vit para, nuk e di si nuk e kam parë. Edhe tani po bëj çmos që se s'kam as kompjuter, këtu është problemi, kompjuterin që kam më shprishur, edhe nuk futem dot domethënë që ta heq, që ta fshi
edhe kështu, ose do shkoj fare tek Elo, tek kurata ime, që ta rregulloj atje nga kompjuteri i saj. Se ndryshe s'kam që mendoj. Atëherë do komentoj që do vendos edhe kontur. Si tash një make-up shumë minimalist. Edhe kështu përfundoj gjithmonë. Atëherë unë kam harruar të them diçka, sa herë bëm këtu make-up, harroj të shpjegoj. Atëherë për gocat që duan një tërheqje kështu lëkure, lifting, konturi bëhet tek pjesa e kockës ose jo më poshtë sepse varet lëkura. Nëse bën tek pjesa e kockës të jep një tërheqje lëkure, edhe ja ku kemi këtu kockën, edhe pap brat që kësi shumë të unë bëj edhe kësë të gjithmonë konturin. Është dojtë hapë një të gjithmonë me lëvizje për lartë. Si kishë harruar unë gjithmonë të thosha që konturi bëhet, ose më lakë. Edhe mund t'ja kem shpjeguar më përpara, por mbas se unë s'mbaj mend. Qa më jeta ime? Por s'mbaj mend se çfarë flas, se çfarë bëj, se i thonë sa kam këtu që bëj YouTube, kam shumë vite. As vetë si mbaj mend, domethënë se po vete gati 4 vjet këtu në Itali, me qinoni. Si ikli në vitet. O Matias! Edhe gjithmonë kontori në hundës nuk marrë një forç apo savat, por thjesht hap forçën kështu edhe e bëj. Atëherë, sërish gjithmonë i vendos prap me sponge që të dalin një trajqme me lëkurën, se nuk më pëlqejnë këto vizimet, ju rrej shumë, edhe kur ka diklin e Matias, nuk e di se kam dëgjuar që nuk mund vete në Shqipëri, dhe kjo që më ka prekur aq shumë, kam qenë shumë e mërzitur, sepse nuk ka dokumenta, edhe nuk mund t'i ki në Shqipëri. Sepse dëgjova që nëse i ki në Shqipëri, mund të ngelet Matias Shqipëri. Nuk mund të vi dot në Itali. Tani nuk e di, unë do flas me avokaten, edhe do ju them edhe juve, se mos ka persona më thënë të tillë si mua. Edhe prandaj. O Matias! Ngrem edhe qërpikët. Urrejkej me rimeli e dini. Por përtoj dhe me thonë që të vendos, jo se përtoj të vendos qërpik, por me shumë kështu do me thonë në shpi, ose dal, ose nuk dal, por hajde. Matias më shkon mua këtu dhe do të videj. Jeta ime. Edhe jo se përtoj, por nuk e më hanë shumë këto sytë sot. Edhe shkoni jo vetëm sot, kam disa ditë më duke që kam marrë me super dhe shumë po e fshi pak. Nuk e di si, nuk e kisha parë që kamera ishte e veshur. Se të rëgova këta eyelinerin që unë bëj me lap kaf, kam shumë vite që e përdor këtë gjë kështu, edhe është super i bukur, është diçka shumë natyrale, vetëm t'jep një pak ngritje
të syrit, edhe pak shumë pak arsim, se më pëlqen që ti ke syt kështu të errët. Hajde Matias! Ai kjo ka pa hiç fare. Edhe nuk më pëlqen domethënë që ti kem syt shumë të lyer, plus mua nuk më shkon edhe shumë make-up i rënd, mos më shkon. Edhe tani do jap edhe mëngjesin Matias. Edhe të dalim. Okej, kemi shumë mirë qërpikët, kështu nuk është se kemi shumë perfekt, për nuk pëlqen që t'i lyer shumë, dhe gjelin e vellave që është më i miri, kam shumë vite që e përdor, kam provuar edhe gjel të tjerë, por si ky nuk ka. E super pëlqej. Unë të kamerën dhe ka kisha ull edhe pak më poshtë. E që më pëlqen të këtë gjeli vetullave që nuk t'i bënë vetullat e bardha, ma kësë po zhit me arushin andej. Edhe nuk t'i bënë vetullat e bardha dhe mi mbanë të kështë e gjithë vitës. Hajde! Hajde Matias! Hajde! Edhe ti mbon gjithë ditës vetullat e ngritura, edhe qëndron gjeli, premën dhe kur më uljan mua vetullat, jap një të ngritur kështu me dorë, jo me furç, edhe qëndron. Edhe prandaj më pëlqen. Më bërtet më shikon mua te i nane më bërtet. O Matias! Kujti bërteti më i dashurime? Kujti bërteti? Ja se mbaron mama. Tani do vendos pak. Vendos laps. Wow, Matias! Sa po bërtet në shpirt. Kisha gjithë këto lapsa për buzët, edhe nuk e di se nga më shkon këto lapsat e buzët. Nuk e di si nga më venë. Qëfar është? Janë ajsi. Se do përdor atë glossin që ka marrë nga Kiko. Së shumë një arreti. Si më shkon mua që për dy buzët. O Matias! Ok, mbaron vendosin glossin. Edhe ushqim Matias që kemi gati. Edhe dalim. Tani Matias do haj mëngjezi. Qa më jetë. Hajde vëm këtë shpër. Të nuk bërë shpër, të shumë mirë. Por, si dihet, mund edhe të bëhë shpis. Edhe... Oj, dashuri. Mo gjithmonë më bjen këto... Si të e thënë. Ka pakuj kavanozë, nuk e di e gjithmonë e bëjë shpisat. Po ditë për ditë, nuk është se... Sot Matias do haj pjeshk. Njami. Se si t'ja ngritur flokët shumë me shpirtim. Si t'ja ngritur të flokët kështu më i dritë. Unë akoma nuk jam veshur, sepse Matias nuk më la të vishesha, po më mirë se jap Matias për të ngrënë vish, Matias edhe vishem edhe vetë. Bravo shpirt! Je shumë quni mirë.
tjetër gotë të se kam vesh me shaka edhe sepse e mora aty për më praktikë sepse nuk po rrinte Matias po e pa që unë u vesha u rregullova ose po pa dhe ai veten e tij që u vesh nuk rri më në shtëpi, nuk e di pse ka këtë fiksim që nuk rri, nuk qëndron më derisa dali. Edhe tani po shkojmë tek kafja edhe shtu ju hapim ndoj në fon që ka edhe zet. Sot nuk është se unë e prisja se do ishte ftohtë, por jo, është nxehtë. Matias, ja dhe Matias këtu në krocën e vet. Matias. Ku ti është atë çanta, mama? Është Johannes. E ka harruar Johanna aty. Johanna është të kushëriurit tim dhe ka harruar çantën këtu. Kjo relsi më duket se po bëhet rels. Edhe i ka thënë se erdha këtu te kafja. Erdhi dhe mëngjesi. Hej, jam këtu mbas 2 orësh. Erdhëm nga kafja nga Kosopone, mora gjërat. Edhe tani u bëra gati për në plazh, edhe do të në plazh, edhe çfarë marra ta Kosopone, mora krem për Matias, mora disa detergjente dhe disa lloj maskarash që i përdor për fytyrën, mora shumë të ndryshme kështu. Sepse janë koreane dhe janë super të mira. Tani jam bërë gati edhe ikim në plazh, çdo gjë i kam bërë gati. Edhe të marrë Matias tani. Edhe ti tregoj dhe pak outfitin sa cute është. Dukem edhe unë atje. Ky është outfiti që unë do vesh për sot. Është kështu pantallona, nuk janë fund. Edhe janë super të bukura edhe komplet kurrizi është i hapur. Edhe Matias që është aty mbrapa edhe marrim Matias tani edhe ikim. E morëm dhe Matias edhe po pak që është ngritur nga gjumi që si është. Ke se no dasuria ime vogël ti. Edhe do ikim me mamusi në plazh. Më jeta ime. Ka do vesh në plazh ti? Nuk do falë. Unë kam një 4-5 covera që unë nuk i kam hapur fare dhe ngila me të në harush edhe janë edhe kështu për verë, por harroj ti vendosë dhe tani u kujtova thash pse kam ato atje dhe harroj që ti vendos. Ikim tani marrim çantat se kam gjitha ato çanta edhe se si do t'i ngrej dhe Matias dhe çantat nuk e di. Sa çanta kam këtë çantën këtë. Kam edhe këtë çantën e termosit që është këtu. Nuk e di si do t'i marr tani. Do vendos Matias 2 sekonda këtu tek karregja vet. Ullu mama, Nuk do të ullet e kjo karregja, si pëlqen fare. Edhe po marr këto se nuk është nuk kam si t'i marr. Se më katën syrzët, më kryesoret edhe glossin se mua nga dielli më bëhen buzët plag. Edhe nuk dua që përfundoj kështu me buzë plag. Edhe e futa këtë glossin e Kikos, nuk e di ja kam treguar, kam bler këtë. Është numër 12, po aty del super i kuq edhe është ky që kam vendosur. Ullada, se erdha në shtëpi, bëra punat, i dash drekën Matias, edhe pikora. Edhe tani ikim edhe ne. Edhe lodhe shumë kështu. Unë do me thonë nuk e di lodhem, sepse jo Matias, jo punë është shpejt, pastaj do ikësh edhe ja. Si më është ngatruar kjo që marrë qumshin. Tani mama, si do të marrin mama të Çelsat, zemra, se mos harroj Çelsat. Prit. Se ngrim jashtë, son.
Wow, i kisha këtë kamerën shumë keq. Po i vendos do të qilë sa të brënda. Nuk i vendos do të bënë në qantë. Se, më frike më të më bjenë. Petusha, hajde Matias. Hajde jeta ime, hajde se do ikim në plash. Kush do ikim në plash me mami? I ka marrë dhe Matias gomerdarin me vete. E da kam foto. E to dhe qanda e shpinës. Mama, kush është aty Matias edhe mama? Kemi dhe këtë çantën tjetër. Kemi dhe këtë tjetrën. Hikim tani, s'kër bëjk me pushime më duket vetja. Dhe hapim të rishtë në dhanë. Dollëm më në fund. Edhe tani pëjkim në plash. Ja kam shumë afër detin edhe shikur. Mund të shfrytëzojmë. Por, do me thënë, ka shafër se e kam, do të vija më shpesh. Por, gjithmonë nga që kur i vetëm, nuk para të edhe të vihet shumë. Edhe prandaj, se do me thënë, po të kishe dikë të shty, do me thënë që të dalësh. Por kur i kështë vetëm sa do kam atjes, do me thënë, por prap do me thënë, të dikë tjetër do me që dhe të rria tje, do me thënë të merreshen me Matias. Do me thënë, vetëm të ashtë lodhe ma shumë, edhe prandaj nuk më vete, nuk më vihet. Edhe, se për bëja këtë kamerën ashtë shumë poshtë, por më lodhe dora kështu, se është edhe shumë dzet. Edhe nuk e di se nga i kam vërvit këto syzet në për çanta aty kur dola. Edhe tani nuk përgjej dot. Për t'ju tregoj pak të glosin sa bukur duket në afër. Është super i bukur dhe është me shumë xixa, siç më pëlqen edhe mua. Kështu shumë tani, ja ku kam dhe këtë Matias, që mos ta kryj kamerën kështu. Po më merret fryba. Erdhëm më në fund. Matias është ende i mërzitur. Edhe tani do shihim detin. Matias. Tani u kujtove më të flasësh të nxjerrësh zërin tënd. Sa po erdhëm në plash dhe Matias po i vjen gjumi. Ku jemi mama? Ja, shpirtim ku është këto. Edhe do flej gjumë tani hëngri dhe darkën, edhe do flej gjumë dhe ne dëshimi sërish nesër. So, bye!